Erion Veliaj ka vënë një bast publik me banorët e Tiranës që në 1 qershor fëmijët do të kenë parkun e tyre të lojrave, për ta përforcuar bindjen e tij në një kohë kur kanë filluar zërat kundër ngritjes së këtij parku tek liçeni artificial, ka publikuar projektin e miratuar nga Bashkia. Shqetësimet e shprehura publikisht të analistëve, prindërve, përfaqësuesve të shoqërive politike dhe civile kanë në qendër prerjen e pemëve, mungesën e transparencës për projektin e përzgjedhur, koston dhe përfituesit e tij. Drejtori urbanistikës ka mbgull se nuk ka ndërtime si pjesë e këtij projekti as kafe dhe lokal për mikun e Veliajt. Është kafja dhe restoranti, sigurisht që do t'i jepet klientët radhës. Në qoftë se mund vi dikush tek kjo hartë e projektit dhe të na tregojë se ku është kafja, ku është restoranti, ku është dera dhe ku paguhet bileta, bujrum na e shpjegojnë. Qëndrimet politike duket se i kanë ndikuar tashmë qytetarët pavarësisht të shpjegimeve në daljet publike. Nuk ka park lodrash hapësirë të gjelbër me bar, me tokë e me shkurrë kështu, edhe park lodrash nuk shojnë bashkë. Por frika ime shumë vjeçare, gati 15 vjeçare, mos më tepër, është që një ditë bukur, me sa duken mbathut, parku do zhduket. Liçeni do thahet dhe aty do mbin këpurdhat 10-15 kaçe. Edmund Tupja, një baba i përkushtuar, argumenton se në një park nuk duhet të ndërhyet. Gazetari Erion Kristo është në anën tjetër që duket se ka pjesë më të madhe të prindërve në këtë debat. Fëmijët duan një kënd lojrash dhe jo lojra politike. Në asnjë mënyrë, si thua, ideja që këtu po priten pemë u bë nami, këtu po priten njerëzit si pemë, edhe s'po bëhet nami fare, po njerëzit nuk duhet të fiksohen në detaje pa vlerë. Njerëzit duhet të fiksohen tek ajo që quhet e mira më e madhe e fëmijëve. Parku ka plot pemë. Dhe parku ka nevojë për një infrastrukturë që jo vetëm ta shikojmë parkun, po edhe ta shijojmë parkun. Këndi lojrave kanë një kosto prej 65.270.000 lekë, pa TVSH, financimi i Bashkisë së Tiranës dhe Fondi i Zhvillimit të Rajoneve. Si një përdorues i zellshëm i rrjeteve sociale, Erion Veliaj ka zgjedhur që edhe këtë furton debati ta kalojë duke i dhënë përgjigje kundërshtarëve të projektit. Disa prej komentuesve, të cilët kanë marrë përgjigje nga adresa që mban emrin e Veliajt, kundërshtojnë dhe pyesin pse ky projekt nuk është konsultuar përpara se të miratohet. Kështu siç po e shoh, është një vepër e bukur dhe doja të dija nëse lodra dhe vendi që do konsumojmë do jenë pa lekë, sepse ky informacion na duhet si qytetarë të Tiranës që jam nga ana e bashkisë, sepse nuk ma do mendja që bashkia të bëjë diçka të tillë pa patur ndonjë përfitim. Është një pronë publike e cila do të jetë falas për të gjithë fëmijët e Tiranës. Erion, shumë i bukur, por nuk e di pse nuk e prezantove këtë video përpara se të nisnin punimet. Kështu edhe populli thjesht do ishte informuar, por në të njëjtën kohë mund të evitojë edhe ato aktivistë të PD-s. Nuk do të kushtonte asgjë. Është prezantuar muaj më parë.